Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar një padi ndaj kryeministrit Edi Rama për mashtrim publik, duke lidhur me deklaratat e tij në podcast, ku Rama pretendoi se Komisioni i Venecias kishte dhënë opinione mbi pezullimin e ministres Balluku nga IQKK. Sipas Berishës, kjo është një gënjeshtër e qartë dhe përpjekje e kryeministrit për të ushtruar presion publik dhe të fshehta mbi anëtarët e gjykatës kushtetuese për të pranuar ankimimin e tij ndaj vendimit të pezullimit. Edi Rama do pa ditët nesër për mashtrus publik dhe nenin njeriu që kërkon të pengoj drejtësinë. 2 nene, 2 vepra penale të rënda. Jo është antikusht, jo ka thënë Venecia, asnjë fjalë Venecia. Gënjeshtër, sepse kjo do të ishte gjë më madhe për vendin. Absolutisht Edi Rama s'do mund ta mbrojë vjedhjen e tij. E garantoj që nuk do mund të mbrojë vjedhjen e tij. Edi Rama po përpiqet të mbrojë vjedhjen e tij, por nëse gjykatat nuk veprojnë, do veprojnë qytetarët. Ai shtoi se Rama po tenton të krijojë presionin mbi gjykatën duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që nuk i janë dhënë kurrë. Kundër standardeve të Venecias. Edhe një herë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga themelimi i këtij komisionit të ndëruar gjerësor. Pse? Se nuk ka ministër të pa fytyrë të pa cip, që pasi të kapet duke vjedhur dhe të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Veneci të kërkojnë shtrim për të mbrojtur. Nuk ka shkuar. Edhe një herë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë anëtarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni i Venecias. Që Edi Rama mashtroi publikun shqiptar ndërkombëtar dhe për presion ndaj gjykate, duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që ai kurrë nuk i ka dhënë. Të nxjerr, hajde dalim sonte në media, edhe ti nxjerr ku i ka. Shkojmë në debat. Ku i ka vendimet e Venecias kundër pezullimit? Kreu Demokrat u drejtua dhe me një mesazh anëtarëve të kushtetueses. Pra, unë uroj që gjykata mos bjerë viktim e presioneve të gjithanshme mafioze që po bëhen përveç saj që keni dëgjuar ju, presionet jashtëzakonshme më thon burime të ndryshme po bëhen mbite. Ai nënvizoi gjithashtu se Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në asnjë përpjekje për të ndryshuar ligjin e reformës në drejtësi, duke hequr mundësinë e ndërhyrjes në kodin penal përmes votave të socialistëve. Ne nuk marrim pjesë në asnjë ndërhyrje në ligjet e reformës drejtësisë. Nuk marrim pjesë. Ne i kemi shprehur qëndrimet tona, ata duan të hapin shtegun, se ju e dini që ata kanë përgatitur kodin penal, nga i cili kanë hequr shpërdorimin e detyrës për të shtuar zinxhiri i hajdutëve të tyre nga rama e poshtë. Pra ne nuk kemi asgjë të përbashkët me propozimet e tyre për ligjet për drejtësinë. Jo. Në lidhje me debatin brenda Partisë Demokratike, Berisha tha se çdo mendim, propozim apo kritik duhet të diskutohet brenda forumeve të partisë, por nuk pengon asnjë anëtar që të shpreh opinionet e tij edhe publikisht. Është i ftuar të shpreh lirisht çdo mendim. Natyrisht, duke thënë këtë, nuk kam ndërmend t'i them asnjëriu që ato mendime mos i shpreh publikisht edhe në mediat e qeverisë apo në ku të dush. Por normale në një parti, kudo është që mendimet, propozimet, opinionet, kritikat. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së fjalës së lirë brendave strukturave të partisë, duke qartësuar se kjo nuk duhet përdoret si mjet për presionin ndaj gjykatës dhe procesit ligjor.